Live from Tirana. Live from Tirana. Program 11:09 ora eksakte në këtë moment është 19 maj 2025. Uroj të jeni duke kaluar bukur në këtë të hënë në këtë fillim jave. Dhe siç ju lajmërova në krye të herës jemi tashmë në studio me një person që sa herë kthehet në Shqipëri, ju e doni dhe e kërkoni fort. Amadea Stefa, mirë se vjen në program, ambasadore e paqes në Austri, mësuese e vetë shërimit e nominuar për disa çmime ndërkombëtare, por mund të mohë gjithashtu ta bëjmë mos sakt prezantimin tënd se ti ke pafundësisht gjëra për CV-n tënde, aq sa mund të themi ne. Mirë se vjen në program. Faleminderit. Si je ti? Mirë, shumë mirë. Gëzohem që jam këtu. Rikthehesh në Shqipëri këtë herë për një gjë shumë të bukur, për një gjë të veçantë, por përpara se të shkojmë atje, si ndihesh kur rikthehesh në vendin tënd në Shqipëri? Më thënë drejtën më mërmalli gjithmonë për Shqipërinë, sepse është energjia ndryshe shqiptare, edhe sidomos e njerëzve. Si është zakonisht njerëzit që jetojnë në Shqipëri ankohen për energji negative këtu. Atëherë, secili ndjen atë energjinë që ne duam që ne vetë e krijojmë edhe tërheqim. Nëse unë kam stres në jetë, atë tërheqi dhe më shumë stresin. Prandaj është edhe ajo energjia shëruese që unë them, nëse ti si person rrini qetë, sa më shumë futesh tek vetvetja jote, atëherë ti thith më shumë atë energjinë më të mirë, më të ëmbël, edhe jeta është ndryshe. Domethënë ne e krijojmë atë që duam me mendimet tona dhe me veprimet tona dhe me ndjenjat, kuptohet. Kur unë vinë në Shqipëri kam atë ndjenjen që o Zot që do takoj nxënësit e mi, do takoj njerëz të rinj, do takoj persona që më duan, që më respektojnë dhe që unë i dua. 11 është ora eksakte në këtë moment. E beson ti këtë sinjalet e universit? Po, do të thotë njësh do të bëhesh një me çdo gjë. Dhe 4 njësha do të thotë është diçka shumë e madhe në këtë moment. Dhe njëshi ka dhe simbolin e unitetit jo vetëm të tjerëve, por edhe të vetvetes, që ne kemi dëshirë të bëhemi vetveten tonë. Mirë, unë do të pyes hap pas hape për gjëra interesante, sigurisht edhe për highlights kryesorë që ti je rikthyer në Shqipëri, por do t'i marrim gjërat easy, se kemi kohë deri në 12. Ti je rritur 15 vite në Shkodër apo jo? Po. Rikthehesh shpesh atje, të pëlqen shumë Shkodra? Po, më pëlqen shumë. Edhe pse kanë lënë çik mbrapa politika jon, por ajo Shkodra ka bukurinë vet, nuk ka Shkodra është ajka, çdo gjë vjen nga Shkodra, gjithë kultura, por fatkeqësisht ato më të mirët kanë ikur jashtë shtetit. Do të shkosh të ditë që ke ardhur që je rikthyer në Shqipëri? Do të shkoj sa s'ban. Çfarë kush janë gjërat e para që ti bën në Shkodër? Dal pedonale. Okej, pi kafe dhe i thras gjithë njerëzit që njoh. Gjëra tjera kështu për ushqimet që ke qef më shumë nga Shkodra. Është një pite me spinak që bën në Shkodër shumë të mirë. Kuptohet, edhe pse është qesharake, mua më pëlqen shumë pilafi me grosh. Se nuk e hati në Austri. S'është qesharake, të shijon shumë madje, është esencë. Amadea, fotemi direkt në temë, për çfarë je rikthyer në Shqipëri? Ke një event të rëndësishëm apo jo? Po, kam një event shumë të bukur me datën 24 tek Hotel Rogner në Tiranë, që do të ftoj me qindra persona për sa i përket shërimit të vetvetes, por edhe për ato persona që duan shërim nga ana e energjisë pozitive, kozmike. Ne kemi disa lloje shërimesh në jetë. Kryesisht masa njohin vetëm shërimet me medikamente, pra shërimin e trupit nga ana fizike. Pse është kaq shumë e rëndësishme të shërojmë shpirti dhe si shërohet shpirti, sepse njerëzit mund të thonë po këtë çan duke folur tani, më kupton se un kam dhimbje trupi, më dhëm kjo, më dhëm ajo, dhe mund ta shëroj këtë gjë nëpërmjet ilaçeve. Pse është kaq shumë e rëndësishme të shërojmë shpirtin? Do ta shtillojmë të gjithën këtë, por duke shkuar fillimisht në reklama, se media ka rregulla dhe do të shkojmë në publicitet dhe do të futemi në skutat e dëgjuesve sa e rëndësishme është të shërojmë shpirtin dhe mbi të gjitha si shërohet shpirti apo jo. Mirë, vetëm pas pak me Amadea Stefa në program, fillimisht shkojmë në pak reklama dhe rikthehemi pas pak në Live from Tirana. Si të shërohemi dhe pse është kaq e rëndësishme të shërojmë shpirtin? Më fut direkte në temë dhe bëj ato që ti të bësh më mirë, ti sqarosh dëgjuesit për këtë gjë. Njeriu është si pema e jetës. Po të shikosh pemën, domethënë pema ka frutat. Kur jemi të shëndetshëm, frutat janë rregull, e njëjta gjë. Domethënë kemi fruta në jetë. Lulëzon çdo gjë në jetën tonë. Nëse njerëzit janë të sëmur, kanë probleme me marrëdhënie, me financa dhe shumë tjera, domethënë që frutat nuk janë rregull. Ose nganjëherë duken bukur,
po brenda kanë krimbin, kalbura brenda. Dhe mirë, po njeriu gjithmonë shikon atë sipërmen. Më ka hyrë krimbi, po harrojnë që fruti ka çdo gjë lidhje deri tek rrënjët e pemës. Nëse ti nuk e jep pemës ujë, sado ajo do të thahet dikur, ajo do të mbaron. Nëse i jep shumë ujë, ajo do të kalbet si pemë dhe thotë nuk e mbijetoj, sepse varet nga pema. E njëjta gjë është me njerëzimin. Domethënë njeriu, ajo sipërme që ne nxjerrim është materia që quhet jing nga ana e mjekësisë tradicionale kineze dhe indiane. Kurse brenda ai trungu është energjia që rrjell, ajo lëngu rrjell deri kur që i ushqen, domethënë frutin. Edhe njëjta gjë në trupin tonë, energjia. Prandaj bëhet yoga, tai chi, qigong, kung fu, karate, të gjitha këto ndihmojnë energjinë në trup. Akupunktura, akuprensura që përdorin çdo gjë është energjetike. Domethënë energjia zhvillohet. Njerëzit nxehen kur kanë ftohtë, ato që kanë ftohtë stabilizohen, qarkullimi i gjakut ndryshon, por nuk është e mjaftueshme. Sepse shumica, 99% të temave njerëzore vinë nga zemra, shpirti dhe mendja. Këto tre instanca që quhet shën. Dhe po të shkojmë tek shën, ka një qëllim. Domethënë që ti shumë kujtime ke regjistruar në zemër, mund të kesh regjistruar në mendje, mund të kesh regjistruar në shpirt, që është edhe më thellë. Shumë përdoren anën mentale. Meditimet mentale ndihmojnë që mendjen ta pastrosh egon, kujtimet negative që ke përjetuar. Për shembull, nëse ti dikush ka rra, atë ke një kujtim negativ. Edhe dikush sa që ndoren, wow, ti mbarrat e fillon atë pozicionin e mbrojtjes. Si qeni nuk të lej kot, sepse i shkreti është gjuajtur dikur. Ka gjuajtur dikush domethënë, edhe ti e han atë moment edhe qeni të kafshon sepse kujton se do ta gjuash. Është ajo vetë mbrojtja. Ajo është mendja. Zemra është tjetër gjë. Zemra janë personat për shembull që kanë vuajtur nga largimi i dikujt. Dikush të ka vdekur në familje, dikush është shkëputur, të ka braktisur dikush. Edhe aty të them zemra, është një kujtim më i thellë se sa i mendjes, prandaj vuajmë. Tjetër është shpirti, edhe më i thellë se zemra. Nëse shpirti ka regjistruar që në bark të nënës, kujtimet nëse mami është grindur me babin, edhe ka qarë, dhe ajo nuk e din, domethënë, po babya çdo gjë ka marrë atë kujtim. Edhe pse është një shpirt i vogël i bukur, embrion, por e ka regjistruar. Dhe ta jep në një moment të duhur, interesant, kur ti bësh i madh, dhe thu, si është e mujtur që kur bërtet dikush, unë trishtohem shumë. Kur shoh një çift duke u grindur, unë trishtohem. Sepse të kujtohet ajo skenë që ti ke parë ndoshta, që fëmijë që e ke ndier nga nana, baba. Këto janë kujtimet e shpirtit. Dhe këto duhen së s'bën të transformohen, që pastaj zemra, mendja. Shpirti ka memoria nga jeta e kaluar, nga jetët tona të kaluara, se i bie që përveç se ne duhet të shërojmë shpirtin në këtë jetë aktive, po pas kemi shumë punë duke shëruar shpirtin nga jetët tona në të shkuar. Atëherë, ne kemi mishërime, kemi jetë déjà vu, i them unë, kujtime nga shtete të ndryshme, vende të ndryshme, kur kemi pas jetë të kaluara. Dikush i beson, dikush nuk i beson, por déjà vu ti i beson gjithkush, sepse ka persona që ndihen mirë ku janë në Itali, dikush ndihet mirë në Francë, dikush ndihet mirë në Londër. Domethënë ato jetët i ke që ke kaluar aty më shumë, prandaj ndihesh më mirë. Nëse ti ke pas jetë jo të mira, nëse ke qenë i varfër, nuk e di, dikush, për shembull persona më thoshin më kanë martu në një vend me zori. Atëherë person nuk ka kujtime të mira dhe shpirti e mban atë kujtim dhe kur vjen në këtë jetë, kur dikush të flet për sa i përket shkusisë, tu mos më largo, se s'do më ndigju. Ke direkt reagimin, Këto janë ato reagimet e të kaluarës, ose shikon një person dhe ti thua, o zot, këtë person duket sikur e kam njohur gjithë jetën. Këtë më shpjego pak. Pse është ky lloj connection? Pse është ky lloj lidhje që na ndodh shpesh në fakt? Që të takojmë njerëz sikur kemi një jetë që i njohim dhe të takojmë njerëz që i urrejmë pa biseduar me to. Ashtu është. O e ke simpati ose nuk ke antipati, them ne. Sepse është jetën nëse ti ke pas jetë të mira me atë person, ti e don atë person fill, të duket sikur është shoku, motra, vllai jot, e dashura jote, çfarë do që ndjenjesh që ke. Nëse shikon një person që e ke antipati, atëherë dije që ai person do të ketë bërë diçka në jetën e kaluar, edhe ti e mban shpirti jote, mban dhe të jep një sinjal në zemër, edhe të jep një ndjenjë, është ndjenja edhe e barkut nganjëherë që thonë ose e zemrës, që ti mbyllesh, bën një mbrojtje në mënyrë automatike, dhe kjo vjen nga shpirti.
edhe e bën me qëllim që thot kujdes këtij personi se ky ma ka hedh ndoshta një jetë tjetër. Në këtë botë që jetojmë ka vetëm shpirtra të rimëshëruar, pra të riardhur nga jetë më parshme apo edhe shpirtra të rinj? Jo, të gjithë janë të mishëruar. Shpirti më i ri mund të jetë 500 mishërime në këtë jetë. 500 minimum. Më i riu. Më i riu. E frikshme. E si ndodh shërimi i shpirtit? Në qoftë se ti mjafton vetëm një takim për të shëruar shpirtin. Atë shpirti nuk mjafton kur një takim, sepse ka kaq shumë kujtime, ka kaq shumë jetë, ka kaq shumë potenciale, që nëse ne duam të rizgjojmë ato potenciale dhe të transformojmë ato kujtime që ka marrë negative, po të marrim kujtimet pozitive, domethënë duhet që të futesh në meditim thellë me shpirtin tënd, të flasësh me shpirtin tënd, sepse është një instancë që jeton brenda teje, nuk jeton jashtë teje. Është një instancë që është jeta ti, domethënë pa shpirtin nuk mund të jetojmë, se përndryshe jemi të vdekur. Dhe nëse ne lidhemi me shpirtin, është si të lidhesh me vetveten tënde, me pasqyrën, sigurisht shikon përballë teje, ashtu është shpirti jot. Po nganjëherë duket kështu më si vogël, foshnjë, më i ri, nganjëherë me plak, e shikoj disa persona që kanë një shpirt me flokë të bardha, dikush i ka tullac. Domethënë, çdo shpirt duket ndryshe, por ka shumë fizionomin ton, paraqitjen ton, dhe atë dashurinë, atë pastërtinë që ne nuk e kemi sepse ne kemi mendime shumë negative. Shpirti nuk i ka ato mendime negative se si kemi ne njerëzit. Kjo është ndryshimi dhe na udhëson. I them shpirti është bossi, është menaxheri në trupin ton. Okej. Ne o e dëgjojmë zërin, intuitën, ose nuk e dëgjojmë. Edhe na thot shpesh intuita, mos e bër këtë gjë. Bëre këtë gjë. Po. Ndihesh mirë për disa gjëra që do ta bësh, atëherë bëje. Nuk ndihesh mirë, mos e bër, sepse shpirti tregon një sinjal. Duhet i besojmë pra intuitës. 100%. Nëse ne nuk shkojmë me intuitën, atëherë shkojmë kundër shpirtit ton. Ajo na sinjalizon, pra vetëm na sinjalizon, por edhe na mbron, thua ti, nga gjërat që nuk janë të nevojshme për të bërë në jetën tonë. Ti do takosh njerëz në datën 24 pra në Tiranë për të bërë trajnimin se si të shërojmë shpirtin. Çfarë do ndodhi aty, jam kurioz. Së pari do t'rregoj metodat se si ne mund të shërojmë vetveten tonë me 6 fuqitë. Që janë? 6 fuqia janë fuqia e tingullit, fuqia e mendjes, e zemrës, e shpirtit, fuqia e shkrimit dhe fuqia e frymëmarrjes. Po t'i bashkojmë të gjitha së bashku, njeriu ka mundësi të shërojë shumë më shpejt vetveten, sesa nga mjesia natyrale. Unë vetë kam studiuar 3 vite për psikiatri, pastaj kam mësuar për pedagogji dhe psikologji, dhe e kam lënë, me thënë të drejtën, spitalet, i kam lënë fushën e mjekësisë, kur mund të fitoja me 1000 euro në Austri, por e kam vërej që ato medikamentet njerëzit janë vetëm përkohësishme dhe plus lënë shumë dëmtime në organet të tjera, dhe kjo gjë nuk më ka pëlqyer hiç, dhe kam vërej që gjithë njerëzit vishin mbrapsht. Pothuajse 99% të pacientave në spitale, nëse kanë probleme psiqike, ato vishin prap. Mas 1 muaji, mas 2 muaj, mas 1 viti. Ky rikthim nuk më pëlqente. Unë doja që t'i bëja stop, të shkoja tek rrënjët, dhe tek rrënjët është ajo. Është fusha e dashurisë një nga problemet më të shumta që për cilët njerëzit të takojnë? Po. Dhe pse dashuria lëndon kaq shumë shpirtrat ton? Dashuria, sepse ne kemi mungesë të vetë dashurisë. Kjo është, nëse ne duam vetveten, respektojmë, jo me ego dashuri. Ne ti thuash vetvete, o zot sa e bukur jam, sa i bukur, ose unë di më mirë se gjithë tjerët. Kjo nuk është dashuri, është gabim. Dashuria është kur ti e respekton vetveten me ashtu siç je, me atë hund, me atë buzë, me atë gojë, me atë sy, me atë trup, e them atë femrave dhe me ato celulite që ju keni. Ta duash vetveten sepse është qelizë. Është qelizë. Çdo qelizë është një grumbull qelizesh të bukura që thojmë spirit, që mbledhet trupi jot. Domethënë kur ti e don vetveten ashtu siç je dhe pranon vetveten, pa gjetur gjithmonë të metat, ajo është vetdashuria. E respekton vetveten për atë që ti ke ardhur në tokën mam, për atë detyrë, për atë punë, për atë funksion, sepse çdo funksion është i rëndësishëm. Jam shumë i sigurt që dëgjuesit e Top Radio në këtë moment e kanë ndaluar makinën dhe janë futur në këtë botën tënde dhe me këtë qetësinë që jep zëri jote dhe kam përshtypjen që jemi duke i shërbyer. Do të pyes pak më vonë pse është e rëndësishme të zbulojmë se çfarë ne kemi qenë në të shkuarën, çfarë ka qenë shpirti jonë në të shkuarën dhe se sa rëndësi ka kjo për të tashmen tonë dhe manifestimi.
ka shumë trende online që flasin për manifestimin dhe pastaj ka njerëz që thonë, "Okay, nëse fati është i shkruar, pse duhet të lutemi, qoftë tek Zoti, qoftë te universi, dhe pse duhet të manifestojmë?" Pas reklamave. E kthehemi sërish në program me Amadea Stefan, e lam aty që sa e rëndësishme është që ne të zbulojmë se çfarë kemi qenë në të kaluarën dhe pse duhet ta zbulojmë, pse mund na shërbej kjo në të tashmen. Atëherë zbulimi është shumë kollajt, nuk është thjesht që unë vetëm unë di ta bëj, domethënë, unë kam vetit e mia, si them unë, ose dhuntit, që unë i di pak a shumë se çfarë ka ndodhur në të kaluarën. Por unë i them njerëzve, ndigjo, shiko se çfarë të përsëritet në jetën tënde. Gjëra që do të përsëritet më shumë se 2-3 herë. Atëherë dije që ka diçka që është e jetës së të kaluar, nuk ka lidhje më me këtë jetë. Nëse, ti ke persona, martohesh me një person që dehet të rre, e ndan, martohet prapë me një person tjetër, dehet rre, e ndan. Nuk e zën mend akoma. Atëherë akoma nuk e zën mend. S'e ke marrë mësimin. Bravo. Kjo është një përsëritje që ty të jep shpirti një sinjal, ti ke lidhje që duhet të falesh këtë lloj teme, alkoolin ose rrahjen, ose tradhtin, ose financa që kanë probleme. Thot dikush thot, unë bëj pare dhe gjitha mikun paret nga xhepi. Atëherë dije që edhe këtu ke një temë, domethënë që dikur në të kaluarën tënde e ke shpërdoruar parën, prandaj të ikun paret. Domethënë janë gjëra që janë krejt kollajta më kuptu, por ti futemi çik me sinqeritet vetvetes tonë. E tjetra mundsi janë ëndrat. Qose ëndrat na përsëriten, ajo është një sekret shumë i madh. Ajo është më të vërtetë. Ëndrat në kuptimin e parë, thua kur flim gjum. Okej. Komplet. Shumë persona nuk i mbajnë mend të gjitha ëndrat, por ka dhe persona që thonë, "Okay, unë i mbaj mend disa, edhe për shembull më del gjithmonë gjyshja, më del gjithmonë një person." Këto janë mesazhe shumë të forta që ti jep shpirti ose shpirti një gjyshe se një personi që ti don jetën tonë. Dhe që të thotë diçka, një mesazh që ruaju, për shembull, ruaju shëndetit, ruaja këtij personi, kujdes këtë gjë. Domethënë janë mesazhe shumë interesante që duhet i marrim seriozisht. Unë kam pas persona që s'kan mutur të flenë 16 vite e xam. Dhe kur ja kam shpjeguar që një person ishte daja i tij që nuk e lënë të flinte, sepse kishte lënë pasuri. Dhe kjo pasuri i kishte shkuar në duar të gabuara, jo në duar që donte ai. Do të më dhënë këtij, një po i kishte shkuar në dorë të tjerëve, dhe atëherë ky hapi gjyq, fitoi gjyqin, edhe daja ishte i qetë, nuk i erdhi më ëndra. Në momentin që një person i afërt largohet nga jeta jon, humbi jetën, sa kohë i duhet për të rikthyer në këtë jetë në një tjetër shpirt? Është ndryshime, dikush ka 1 vit, 2, dikush mund të ketë edhe 10 vite, sepse koha në botën e dimensioneve të tjera është tjetër. Domethënë është krejt ndryshe nga vitet tona. Është shumë më shpejt. Dhe së dyti, ato kanë dëshirë të rinë në qef atje sipër në Paradise, domethënë ato i them unë e kanë jetën më të bukur, më të lumtur se sa në tokë. Do thonë mos, nuk dua të shkoj në tokë kaq shpejt, dua një herë të qetësohem aty të bëj relax, atëherë kthehem edhe një herë në tokë. Pushime all inclusive. Sepse toka, më thënë drejtën, nuk është e kollajt, sepse ju e dini se çfarë sfida ka jeta jon, edhe thosh edhe herë ti kem ato sfida mos. Domethënë nuk është diçka, don shumë guxim të kthesh edhe një herë në tokën më. I duen sa ka, mund të jetë e shpejtë, thua, mund të jetë e shkurtër. Varet edhe nga dashuria. Nëse për shembull një gjyshe që na ka dashur shumë, nipat, besat ose fëmijët, thotë me ziç po pres se du dhe një herë të takoj nipin, besën, ose tim me atë energjinë e familjes, një jetë të familje. Prandaj kur i shikojmë nipat e besës, thonë buasi pas ka kaput kokën gjyshes ose gjyshit. Gjyshi brenda. I them krejt kollaj, aska. Po. Është rinkarnimi i gjyshes dhe i gjyshit. Interesante gjithë kjo temë. Dëgjoj. Shpesh dëgjojmë të rinj, unë e thash edhe pak më parë, që janë shumë të lidhur me sinjalet e universit. I quhen si sinjalet e universit, se për shembull numrat që na shfaqen në celular, në target e makinës, në ashensor, sinjale të çuditshme që ndonjëherë nuk di të japësh një lloj shpjegimi, por të godet fort intuitë që ky është një lloj sinjali. Si funksionon universi me ne, si funksionon energjia me ne, dhe pse është kaq e rëndësishme që ne të manifestojmë? Atëherë këto numrat janë shumë kollaj të gjejnë në internet, sepse janë gratis ato tabelat e engjëve që quhet numrat e engjëve, dhe çdo përsëritje ka një qëllim shumë të rëndë, sidomos 3 dhe 4, do të thonë me 3 me 4, ose 22, 11, 11, gjitha këto përsëritjet, 21. Këto ka një qëllim. Normalisht nuk është vetëm shpirti jon, por është dhe engjulli mbrojtës. Nëse njerëzit e besojnë që ne kemi një engjëll mbrojtës që nga lindja deri në bark të nënës. Unë kur shikoj nënat shtatzënë, shikoj që
Aty ka dy angel, ka angelin vet dhe angelin e bebes, domethënë. Dhe angelit janë që na mbrojnë, na tregojnë, na japin mesazhe nëpërmjet numrave, se dikush nuk e ndjen. Që je në rrugën e dur. Je në rrugën e dur ose kujdes. Mund të ketë numra për shkak që tregojnë kujdes. Domethënë kjo temë që ti duke menduar në këtë moment, prandaj të jep makinën, të del makina përballë, ruaju, ka diçka, një problem. Mund për shkak shpesh del makina kur kam policinë. Që duhet frenohemi çik shpejtësinë. Atëherë them, diçka ka, domethënë, është një sinjal i universit, i thojmë neve, por që ta japin shumicën e kohës angelit e juaj mbrojtës. Janë angjëjt pra nëse ju ndodh shpesh të shihen sinjale apo numra, pra i bie që ke një angjëll mbrojtës. Pa. Ky angjëll mbrojtës mund të jetë që nga lindja jon apo dikush që joni ka ndëruar jetë dhe mund të kthehet në një angjëll mbrojtës. Mund të jetë dhe kjo. Ne kemi më shumë se sa një. Kemi më shumë se sa një. Angjëlli është minimumi. Është minimumi. Minimumi. Disa kanë 3, 4, sidomos kur ne shkojmë në shkollë, fillojnë vinë angjëjt e tjerë që janë angjëjt e mësimit. Që janë kanë tjetër detyrë shpirtërore. Angjëjt kur jemi me partner, janë angjëjt si thojmë Kupidoni, angjëlli i dashurisë, që na lidh me dashurinë e vërtetë. Amadea ti beson që fati është i shkruar, pra ne kemi të përcaktuar se çfarë do të ndodhi me jetën tonë në këtë botë? Ne çdo gjë planifikojmë si përpara se të vinë në tokën mëm. Çdo gjë e planifikojmë. Atëherë nëse ne e planifikojmë, por nuk ka koincidencë, thojmë, se çdo gjë është ti do ta takosh atë person nëse e ke të shkruar në plan sipër. Por, se çfarë ndodh ti me atë person, a bën atë që ju keni bërë plan, për shembull, ju keni bërë plan ta nderoni njëri tjetrin, të kënaqeni, të kaloni mirë, nuk ndodh gjithmonë ashtu. Atëherë edhe ai plan mund të devijojë. Domethënë kemi gjithmonë dy rrugë. E realizon planin që ti ke vetë e ke bërë sipër, apo përkundrazi ja fut kundër vetes, kundër planit, dhe pastaj shumica humbin atë rrugën tek vetvetja dhe kalojnë në depresion, kalojnë në panik, sepse nuk është plani që ka dashur shpirti jot para se të vinte këtu. Don çdo sëmundje nganjëherë, më thënë të drejtën, është një sinjal që ne nuk jemi në rrugën e duhur. Nuk është kjo rrugë që don shpirti jon. Nëse unë rri 15 orë në të njëjtin drejtim në tavolinë, unë do të kem dhimbje e shpine pastaj. Edhe shpirti ta jep me goditje, kështu bëm, shpina fillojmë bëjmë sakatoj. Nëse nuk e marr seriozisht këtë gjë dhe e bëj çdo ditë, atë do të keqësohem. E njëjta gjë është me çdo temë të jetës tonë. Nëse ne përsërisim dhe nuk e kuptojmë që hey, kujdes, sepse kjo nuk më bën mirë, nuk është në planin tim, atëherë domethënë që se kemi kuptuar. Ne duhet bëjmë një ndryshim se s'bën, që ajo temë mos na vinë më. Pse është e rëndësishme të manifestojmë dhe si ndodh manifestimi? Ma shpjego pak si proces. Manifestimi duhet bëhet së pari me zemër, me shpirt, me ndjenja. Jo vetëm kështu kot, ku ti mund të zgjosh mëngjes se thua unë dua një unë dua 1 milion, dua një Mercedes e Marina. Ato janë manifestime që janë të mendjes. Nëse ne duam të futemi më thellë, ne duhet të manifestojmë nga shpirti jon, sepse ajo realizohet shumë më shpejt. Në momentin që ne ndjejmë, për shembull, unë dua dashurinë e vërtetë, edhe e ndjej që ai shpirti i bukur më pret, më don shumë, do të jetë mbështetës për mua, domethënë, ose dikush don financat, ti thua o Zot, unë do të kem financa, unë do të bëj mirë me ato parë. Domethënë ndjen që ti ke sukses, që nuk ke nevojë të shikosh, më fal, se sa parë ke në bank, se sa atë, e ndjen që pasuria jote ndihmon ty dhe të tjerët. Duhet edhe ka disa sekrete që tjerët nuk i dinë. Nëse ne për shembull meditojmë në orën 8 të mbrëmjes. Okay. Dhe ti e thua 8 herë atë fjalë ose atë afirmim pozitiv për paret, për shembull, për marrëdhëniet, për shëndetin, ti e merr atë afirmim 100 fish më shumë mbrapsht. Pra manifestimi duhet të jetë me afirmim, pra nuk duhet të jetë në kohën e dëshiruar, unë do doja dashuri, por duhet të afirmosh, pra unë kam dashuri dhe unë e ndjej që një shpirt është duke ardhur drejt meje, në këtë formë po jo. Po, ta afirmosh domethënë të mos thësh unë o Zot kam dëshirë vetëm këtë, por unë them dëshira ime është, por dhe ai shpirt është duke më pritur. Unë do të takoj dashurinë time të vërtetë në momentin e duhur dhe në kohën e duhur. Amadea, beson në Zot? Po. 11:44. Në qëra fjalla. Sa po parë solar, 11. Edhe ishte 14 sekonda. Po, 3-4 e frikshme. Dhe 3-1. Kush është diferenca me Zotit dhe botës spirituale, energjetike që ti ndjek? Nuk ka ndarje. Zoti është çdo gjë. Zoti është krijuesi jon fundja fundit. Si është Zoti për ty, se imagjinon Zotin? Unë them Tao, domethënë krijuesi ose the oneness, ku është njësia, është çdo gjë një, që ka krijuar planetet, yjet, tokën dhe ka krijuar njerëzimin.
Dhe Zoti është diçka që ne ndoshta mundohena me atë mendjen tonë të japim një formë. Por normalisht është më shumë se sa një formë. Dhe po të futemi më shumë më thellë sepse janë gjëra që njerëzit ndoshta jo të gjithë i besojnë, por Zoti na don më shumë se sa duam ne vetveten. Dhe shikon më të bukurën tek ne. Ne jemi ato që bllokojmë dhe ndajmë vetëm nga Zoti, jo Zoti. Zoti nuk ndan asnjë person. Zoti don njësoj, si presidentin, si një lyps. Dhe jep secilit mundësinë e dashurisë dhe suksesit. Ne nuk e kapim. Shkojmë në atë rolin, unë jam gjyna, ndaj e këtej. Dhe kjo rol është që na fatkeqësisht e mban njerëzimin larg Zotit. A ke frikë nga vdekja? Ja, ama. Pse? Sepse e di që nëse iku nga kjo botë, vazhdon bota tjetër, dimensionet e tjera. Ka disa vende në botë, disa kultura të ndryshme që nuk e qajnë të vdekurin, për shkak siç qahet në Shqipëri. Unë e kuptoj që dhimbja është shumë e madhe, vetë kam përjetuar, por pse është kaq, domethënë nuk e kanë kuptuar për shembull këto kultura që e kanë traditën e të larguar diku nga jeta ndryshe. E kanë kuptuar çfarë ndodh me shpirtin që jeta vazhdon? E kanë kuptuar që shpirti gëzohet, e thotë si mund të ndihmojmë shqiptarët në këtë? Ja, dhe 2 minuta Wizi dhe e mbyllim. Si mund t'i vim në ndihmë shqiptarëve që jo për të mos thënë që kjo gjë është e rëndë, sepse është e rëndë kur dikë nuk e kemë në këtë jetë, për t'ia bëjmë më të lehtë. Rëndësia që mos kemi varësi ndaj atij personi që e ka kryer detyrën e vet. Ai ka kryer detyrën e vet dhe thotë unë dua tani të iku. Nuk e kryj më detyrën time. Nuk kam më punë në këtë tokë, nëse prandaj ne edhe nëse dikush largohet nga jeta në një aksident të mosh e ka kryer detyrën e vet. Është domethënë ai ka kryer në këtë moment detyrën e vet. Është një shprehje shumë e bukur kineze që thotë kur një bebe lind, sa vjen tokë qan, pse qan, se thot mos erdha këtu. Kur çfarë ndodh kur një person ik, ne qajm. Po shpirti thot jupi, unë e ika nga ky vend. Shpëtoj. Shpëtova. Kuptohet, aq me vdekje natyrale është më mirë është për shpirtin, me thënë të drejtën, sidomos persona që mbysin vetveten, nuk është vdekje e bukur, nuk është vdekje natyrale, ajo nuk është mirë për shpirtin. Prandaj nuk ja këshilloj asnjë persone që të marrin këtë decizim, por gjithmonë shikojnë alternativa sepse jeta mund ta bëjmë të bukur. Siç thotë një shprehje, në fund të ditës duhet guxim, më shumë guxim për të jetuar sesa për të jetuar në fund të jetës. Ashtu. Amadea Stafa, zonja dhe zotërinj, mund ta ndiqni në platformat e saj sociale për t'u informuar më shumë rreth eventit që ndodh në datën 24 në Tiranë për vetshërimin dhe se sa shumë e rëndësishme është të shërojmë shpirtin dhe boll ndetën nëpër kafe duke u munduar të dëgjoni dhe të shëroni hallet e të tjerëve, por merrni pak me të brëndshmën tuaj, me rrënjët e një peme. Se sa më të forta të ketë rrënjët pema, thot Amadea, dhe bota në të cilën ai beson, aq më të mira do të jenë gjethet, lulet dhe frutat që ajo pemë prodhon. Amadea, të falenderoj shumë për energjinë e mirë që solle në Top Radio dhe për dëgjuesit tanë. Faleminderit edhe juve. Kënaqësi. Mirë, ne Wizi shkojmë në reklamë, po ja, shkëputim për pak reklama, rikthehemi pas pak në program.